që nga hunjt e vjetër dhe të thyër që juve që shkoni e hyni në përzyrat e kuvendit i takoni për ditë korridoreve, tek filizat e rinj dhe të shtrëmbër që i keni nga ana tjetër e bulevardit poshtë dritares time, e deri tek ballisti Agron dhe komunisti Arlind, që i mbajnë syt të gjithë ke stacioni trenit, duke pritur që Spaku t'i hap rrugën njërit për kotecin e pulave qyl, tjetrit për kasollën e Kaligatit me yll. Unë nuk dua ta relativizoj problematikën e mpret, shumë të mpret të efekteve anësore të reformës në drejtësi, përkundrazi, por dua që të sigurohem se të gjithë ne këtu do ta mbajmë shumë fort parasysh beben, përpara se sa të derdhim ujin e pistë, që do ta derdhim. Sepse reforma në drejtësi është një investim strategjik i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Për një ndryshim të pakthyeshëm historik në plot kuptimin e fjalës, si pavarësimi i drejtësisë dhe çdo diskutim, reflektim apo vendimi yni si ligjvënës që zotrojmë jo rastisht, thonë që kur populli zgjedh, populli ndjen. Dhe është ajo që populli ndjen që shtyn rezultatin në drejtime të caktuara që nganjëherë befasojnë të gjithë ata që i shikojnë gjërat nga lart dhe jo nga poshtë siç ishte njeriu i zakonshëm. Por ne, si zotrues të kësaj shumice të cilësuar, në lidhje me sistemin e drejtësisë duhet të udhëhiqemi nga kjo e vërtetë e madhe. Dhe duhet i shërbejmë vetëm kësaj vërtete të madhe. Drejtësia e pavarur është investimi më i madh strategjik i Partisë Socialiste për të gjithë brezat që vijnë. Asnjë hap mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet. Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Hapa përpara po, pa asnjë diskutim. Politika penale, procedurat penale, garancitë juridike për nënpunësit civil, dënimet alternative, rivizimi i kufive mes çështjeve penale dhe atyre administrative, se janë bërë si ato vijat e bardha që kanë vetëm namin po jo nishanin, dhe natyrisht në radhën më të parë ngritja e pjedestalit të shëmbur të prezumimit pafajësisë, jo vetëm si i parim universal i lirisë dhe drejtat e njeriut në një rend demokratik, po edhe si një domosdoshmëri shoqërore për një vend si yni, i cili ka dalë nga një traumë dehumanizimi, si ajo diktaturës prokurorëve dhe gjykatësve të kohës komunizmit, pasojat e cilës luajnë ende sot rolin e tyre edhe në jetën e sotme institucionale të vendit, janë çështjet tona. Në radhë të parë, janë përgjegjësia jonë. Ata 58% shqiptarë dhe shqiptare që rrinë në përburgje pa gjyq janë çështja jonë dhe janë përgjegjësia jonë. Ai numër rrënqethës që vendos Shqipërinë të parafundit gjysmë hapi para Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësimeve, është çështja jonë, është përgjegjësia jonë. Dhe këto nuk na i merr dot askush, këto nuk ja delegojmë dot askujt, dhe për këto duhet t'i përgjigjemi ne në radhë parë gjithkujt. Është një tematik e vetë vendosur në rendin ton të ditës. Prandaj jemi angazhuar si fillim me Ministritë e Drejtësisë Italisë dhe të Francës, na kanë vënë dispozicion një rrjet ekspertësh më të mirët që ata kanë në fushën e politikës penale dhe të procedurave penale, me Këshillin e Europës, që po ashtu na ka vënë dispozicion ekspertët e vet,
për të hartuar një dokument ndryshimesh lidhur me procedurat penale, të cilin natyrisht do ta konsultojmë edhe me Komisionin Evropian. Edhe draftin e ri të kodit penal, një punë kolosale e një grupi ekspertësh të pavarur në udhëheqjen e drejtorit të Shkollës Magjistraturës, profesor Arben Rakipit, pasi u reflektuan prej grupit edhe një lumë vërejtjesh të nxjerrë nga konsultimi publik, do ta e kemi ndarë së bashku me ata që thash, me mbështetjen e këtyre ministrive, si dhe të qeverisë së Hollandës, e cila na ka vënë bujarisht në dispozicion një ekspert me shumë përvojë. Prandaj, të qëndrojmë tek fokusi, të përqendrohemi më shumë se asnjëherë tjetër tek punët tona, dhe si përfundim propozoj që marsin dhe nëntorin ne t'i bëjmë 2 muaj të familjes son të madhe socialiste, që të rikthehemi tërësisht aty ku e kemi dhe burimin e fuqisë son, për të hapur një odë të dialogut brendshëm me antarët e me simpatizatët tanë për gjithçka që ne duam të ndajmë me ta dhe për gjithçka ata duan të ndajmë me ne. Faleminderit shumë për durimin. Uroj dhe shpresoj që zgjatja e zakonshme e fjalës të mos ketë sjellë mërzi tek asnjëri prej jush. Faleminderit. Një gjë për sa i përket kësaj teme, në fund mund të bëjmë një diskutim nëse dëshironi, ndërkohë që vazhdojmë me agjendën dhe me diskutimet sipas sektorëve. Pra jam edhe unë i gatshëm që të përgjigjem pyetja apo të dëgjoj cilin do që ka diçka për të thënë lidhur me gjithë sa tash. Faleminderit, kryetar. Po pas raportimit të ministrave dhe një raportimi dhe nga ana ime në cilësinë jo vetëm kryetarit grupit, por edhe si antar i Këshillit të Mandateve, padyshim që do kemi një moment diskutimi për fjalën e kryetarit dhe për çështjet që ngriti kryetari në fjalën e vet. Por tani kalojmë tek pika 2 të rendititës kësaj mbledhje.